Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Përshëndetje i dërgojmë mbi mazjedhjen e njerëzimit profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Është vazhdimisht e nevojshme që ne si muslimanë të lexojmë, të dëgjojmë dhe të meditojmë në historitë e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse në kohën tonë armiqtë e Islamit mundohen që tek ne dhe tek fëmijët tanë të mbjellin dhe të na krijojnë disa figura të tjera, të cilat, sidomos rinia jonë të marrë për shembull. Ndërkohë që ummeti ynë, alhamdulillah, ka pas burra në çdo aspekt, të cilët merren për shembull dhe s'kemi nevojë as pak ne të marrim për shembull figura të tjera. Dhe prej këtyre patjetër janë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Por fatkeqësisht një pjesë e muslimanëve kanë arritur ka ajo pika ku profeti alayhis salam i përshkruan pra se do t'i ndjekin ato gjurmët e jo muslimanëve hap pas hapi, derisa edhe nëse hynë në zgabra e ardhucës, pra do shkojnë atje. Dhe fatkeqësisht shef sot të ri muslimanëve, në shef thot se është shef filon aktor, filon këngëtar, ose dhe i thot këtë gjupin sepse kështu e ka filonin. Do shkoj të marrë këngëtësit si filon këngëtar. Dhe fatkeqësisht pak janë ata për shembull që ndjekin shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, ose lexojnë apo dëgjojnë për historinë e tyre. Dhe sot do të flasim për njërin prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili njihet për mbrehtësinë e tij. Mendje mbrehet, shumë i aftë, shumë i zgjuar. Ky është Amr ibn al-As, Zoti qoftë i kënaqur me tij. Islamin e pranoi vonë thush me sahabët të tjerë, ndryshe nga sahabët të tjerë. Ky ka pranuar Islamin në vitin e 8 Hijretit. Pra, ky ishte Mekës dhe babai i tij ishte njëri prej krerëve të Mekës, Al-As. Por ky e pranoi vonë, thush në krahasim me tjerët, në vitin e 8 Hijretit. E kur pyet për këtë, tha: Inna kunna ma'a qawmin lahum alayna taqaddum wa sinun. Në halë ne ishim përshkruar në gjendjen e tyre, ishim me popullin tonë, ata ishin para neshte, në ata primin, ata ishin më shumë. Dhe ato përshkruan ato ëndrat e tyre, trimet e tyre, pra ishin thotë shumë të larta, si malet. Dhe po ashtu thotë, nuk dishnin ndonjë shtek, vetëm se ne kur i dishnim ata thotë e gjinim lehtë. Pra baballarët e tyre dishnin. Thotë, falamma kur ata thotë e mohuan profetin sallallahu alaihi wasallam, ne si ata, edhe ne mohuam thotë. Me ta. Dhe thotë nuk është se menduam shumë pra për çështjen e profetit alayhis salam. Nuk e morën pra shumë seriozisht to të rit. Dhe ndërta ishte për shembull Khalid ibn Walid, ishte Amr ibn al-As, kishte edhe të tjerë, të cilët pra përderisa paria ecën ashtu, edhe këta ndisnin parinë e tyre. Por thotë, kur këta ikën, disa prej tyre u vrau, shembull Xehd u vrau. Djali i tij Ikrima u bë musliman.
Umeja u vra, djali i tij, Safuani u bë musliman. Pra edhe shumë tjerë, u vranë fëmijët, u bënë musliman. Ose disa prej tyre vdiqën, fëmijët e tyre, kur erdhi çështja, thotë kaloj tek ne, atëherë thotë ne, nadharna fi emri Nebi sallallahu alaihi wasallam, ne thotë, e rishikuam edhe i herë çështjen e profetit alayhis salam. Medituam edhe i herë në këtë çështje. Thotë, dhe vetëm kur pam thotë se çështja tashmë është e qartë. Situata është e qartë, kam dyshim të, pra kjo është profet. Dhe thot atëherë, rafët në zemrën e time, pra hyrin në zemrën time, thot Islam. Dhe atëherë pranojnë Islam. Pas luftës Hendekut, ku e pa Amr ibn al-As, ishte njeri pra shumë i aftë, shumë i zgjuar. E pa që kishte lojë me profetin alayhis salam. Ata ponin lloj kurthesh, i dhujtarët, lloj kurthesh hebrejt, Medine, si pra ta shkatronin profetin alayhis salam, si t'i ponin dom atij. Dhe ky e shihte gjithmonë profeti alayhis salam i fituar. Gjithmonë shtohej numri i tyre, ta sa herë vite tu paksu numri i tyre. Fuqia e tyre Turan. Edhe pse tashmë kishin ardhur, si dhon pushtet të rit. E Mekas levo prap, po bijin ato, po binte numri, po bijin pasuesit, dhe muslimanët sa më shumë avancohen. Dhe kur pakin luftën e Hendekut, aty nga kur tërhoqën i dhujtarët, ndodhi një grup prej tyre. Dhe ju tha i foli, pa aty dallohej nga që kishte ndryshuar situatën, edhe në komunikimin e tij. Pa Allah e çështja e Muhamedit tha, po s'matohet. Pra nuk ka më çështje e lehtë. Dhe tha unë mendoj tha që me u largu nga kjo përplasje që bëhet tani. Pra ishte kampi i muslimanëve, ishte kampi pra në Medinë, ishte kampi i Mekasve në Mekke. Tha unë mendoj tha që kushdo të vinë tha dhe të shkojnë, ju përmendin e Xhashiut. Etiopi. Ky kishte bisedë vjetër me të. Tha shkojmë atje, nëse fitojnë fisi jo Mekasit, ne tha jemi me ta, kthehemi shumë mirë. Nëse fitojnë sa këta tjerë, ne jemi atje, tha sa pojnë do të gjohë. Dhe kështu bori. Por tha duhet, tha kur të shkojnë, tha ke mbretit, mbarit, tha dhuratat më të çmuara, më të mira, që e dinte që i preferon të shoku vetë. Dhe kur shkuan atje, gjetën që profeti sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar Amr ibn Umayya, një delegues. E kishte çu për një pjesë sahabëve që ishin tek Naxhashiu, pra Xhaferi edhe shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam të tjerë. E kishte çu këtë si dërguar mbrapa prej profetit alaihi salam. Dhe ky i shkoi mbretit, i dha ato dhuratat e çmuara, i pa, ju bë shumë shefi. Mik pritje të madhe, shok i vjetër. Kur pakët sahabiu, që ishte pra aty rrotu, i thotë mbretit, thotë, pash thotë që këtu ke ti, ka ardhur njëri prej shokëve të Muhamedit alayhis salam. Thotë dhe ky ka vrarë thotë prej nesh, prej të parëve, pra prej krerëve tonë. Thotë sigur thotë të ma është thotë ta vrasë nga vetë shlyjat, urejlin pra që kanë për ta. Thotë në moment ndryshoi çerja e Naxhashiut dhe ka godit thotë me almundën e tij thash se e fjull. Dhe thotë unë kur e pash këtë situatë thash mos atë mërzita, po ta dija thash se do të mërzitja, nuk do ta diskutoja. Or tha ti, a jeni pra themin fjalë tona, a jeni vete? Ai është njëria të vrasur të dërgumit pra që ati i zbret tha Xhibrili, i cili i ka zbritur Musait, i ka zbritur profetëve të tjerë. Atëherë thotë ka, pse a është i tillë me të vërtetë? Thotë ai po, thotë dhe unë të këshilloj që të shkosh thotë dhe të pranosh Islamin, të bëhesh musliman.
Atëherë I thash, a ma jep ti besën për profetin alayhis salam, dhe ishte I vadorë. Dhe ja thash besën atij për Islam. Shokët e mi prisnin vend tjetër. Ata prisnin ai lajm zoom pra se kam bo diçka. Kur shkova ka ata, e pa ata se kishte ndryshuar diçka. Mirë është situata, thash. Kam ardhur me lajm të mirë. Zgjata shumë thot, ika nisa thot për Medinë. Dhe shpresoja gjatë rrugës inshallah pra takohen me Khalid ibn Walid. 2 kalorësit e Mekës. Thot e shpresoja, e kisha shumë dëshirë që po të përballesha me të, pra ta ftoja dhe ato të shkojnë bashkë pranonin Islam. Dhe subhanallahu thot u takova me Khalidin. I thash për ku? Tha vallahi, është qartësuma, ajo është profet, dhe të me pranon Islamin. Atëherë që të dy nisen për ke profeti alayhis salam. Kur shkojnë në Medinë, shkojnë tek I dërguari I Zotit alayhis salam me I dhënë besën, me pranon Islamin. Thot, e zgjata dorën, pastaj pafe të rrosha. E dinte ky kishte boca gjona që do shte falje për to. Dhe desha të vej kushte, se pranoj Islamin me kushte. Profeti alayhis salam tha, thashta për gabimet, pra që pëmbohme me falë Zotin. Atëherë profeti alayhis salam mirë për ty, thot. A nuk e ti thot që Islami I fshin gjitha ato mëkatet pra që njeriu ka bërë më parë. Atëherë thot I thash besën profetit sallallahu alaihi wasallam dhe e pranoj Islamin. Thot, qysh në moment profeti alayhis salam nuk ka barazuar dikënd pra në drejtim ushtrie pra me mu dhe Khalidin. Pra gjithmonë këta ishin parsorë. Dhe I ka vendos profeti alayhis salam, imagjinoje ti, I ka vendos Amrin dhe për shembull Khalidin në ushtri në të cilat pra në komandën e këtyre ka qenë kokat e sahabëve, Abu Bekri, Omeri, pra shumë sahabë tjerë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam dëshmon për Amrin për besimin e tij, se ka qenë besimtar. Thot profeti alayhis salam, Ibna al-As mu'mina, Hisham wa Amr. Thot 2 djemt e Asit janë thot besimtar, Hishami edhe Amr, pra Amr ibn al-As, sahabir që ne po flasim të hadithe transmeton Imam Ahmedi. Profeti alayhis salam e vuri komandant ushtrie. Dhe ka pas momente që ky kishte edhe larg pamësi, po kishte edhe kuptim të fesë, ishte shumë I aftë. Në njërën prej luftave dhe ato serasit, muslimanët po kishin ushtria, po kishin shumë ftohtë. Dhe I kërkuan I thanë orë të ndezim do I zjarr. Ky tha jo. Derisa po vunin sahabët. I thot Omer, I thot orë, I thot Abu Bekrit. Ky thot nuk pranon me ndez zjarr, njerëzit po vujnë. Ai nuk pranoi. Kur u kthy tek profeti alayhis salam, I treguan pra që kështu veproi. Thot o I dërguari I Zotit, ne thot ishim numri pak të ushtrisë. Dhe kisha frikë thot se po të nisnim zjarr ata do të na shihnin. Dhe kjo do I shtyjë thot vinin na prisnin. Dhe I pëlqeu profetit alayhis salam kjo, larg pamësia e tij. Në një moment tjetër, po këtë betejë, këtë luftë, ky gjumë. Tani ishte shumë ftohtë. Për të marrë abdes, pra ishte ftohtë. Edhe merrte emun. Edhe I prim muslimanëve. Vjen ankesa tek profeti alayhis salam. Thot profeti alayhis salam, ai prive njerëzve thot duke qenë xhunum. Tha I dërguari I Zotit. Tha unë ishte ftohtë. Dhe pra mora te emun. Dhe më kujtua ajeti I Allahut të lartësuar ku thot wala taqtulu anfusakum, dhe mos I vritni veten. Qeshi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nuk I tha gjë. Ky sahab patjetër ka pas shumë merita. Ka qenë njeri që nuk I bonte syri pesë. Njeri garues sidomos
në luftën rrugë të Allahut të Lartësuar. Ishte dhënë kjo pjesë. Për shembull, në luftën e Jermukut, që ka qenë një luftë pra vendimtare mes muslimanëve dhe muslimanëve. Ky ka qenë kishte anën e djathtë të ushtrisë. Komandant pra për pjesë. Dhe në atë betejë, pra idhujtarët ishin vendos pra një lloj strategjie me kanë qarru afërsisht 900 sahabë. 900 ushtarë. Dhe ky ka bë ballë. Edhe fituan muslimanët atë betejë. Patjetër që Amri është ai njëri ndër shkaktarët e çlirimit të Egjiptit. Dhe e ka çliruar Egjiptin me mbretësinë dhe largpamësinë e tij, me zgjuarsi, jo me luftë. Strateg dhe shumë i aftë. Momentet e fundit të jetës së tij, ky sahab që një pjesë të madhe të jetës së tij, pra ku ka ndruar jetën në vitin 43 Hijretit. Dhe gjithë kohën pra ka qenë betejë, ka qenë luftë në rrugt të Allahut të Lartësuar. Momentet e fundit të jetës së tij nis të qaj. Shkon djali i tij që ishte pranë. Fillon t'i përmend ato përgëzime që i ka dhënë profeti alayhis salam Amrit. Po thotë, ti thotë atë qanë, thotë ndërkohë që profeti alayhis salam ka përgëzuar me këtë me radhë. Atëherë thotë shiko. Gjoja më e mirë me cilën ne mund të përgatitemi pra për vdekjen është shahadeti, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kjo është gjëja më e mirë thotë që mund të përgatitemi me to. Më pas thotë unë kam qenë njëri prej 3 njerëzve. Dhe përshkruan thotë. Pjesa e parë e jetës time nuk ka pas njeri thotë më të urryer, pra nuk dinte një që ta urrente më shumë të profetin alayhis salam se unë. Dhe po të më jepej mundësia thotë do ta vrisja. E kisha thotë këtë dëshirë. Thotë dhe po të vdisja, pra po ta vrisja dhe vdisja thotë në atë formë thotë do t'isha prej banorëve të zjarrit. Më pas thotë shkova thotë edhe përmendi pjesën pra që treguam të Islamit të tij. Përmendi edhe kushtin pra që tha profeti alayhis salam. Dhe profeti alayhis salam i përmendi e tha, o Amr, tha, nuk e di tha se Islami e fshin pra ato që ka qenë para tij. A nuk e di se hijreti e fshin ato që ka qenë para tij? A nuk e di se haxhi e fshin ato që ka qenë para tij? Normal që kjo pjesë në gjithë nxjerrin mësim që Islami është shkak që të fshihen mëkatet që ka bërë njeriu më parë. Haxhi, që lutem Zotin atyre që s'ja kanë mundsuar, që s'kan shkuar akoma t'ja mundsoj të shkojnë ta kryejnë haxhin. Edhe në tjerëve na mundsoj prapë. Pra haxhi është shkak për fshirjen e mëkateve që njeriu ka bërë më parë. Thotë, në atë moment, pra nuk ishte njeri më të dashur për mua thotë se sa profeti sallallahu alaihi wasallam. Që mundohesha her pas here, po kishte pra ishte edhe njeri tepër i nderuar thotë për mua profeti alayhis salam. Saqë kur vinte pra profeti alayhis salam mundohesha me e pa, por nuk e kisha guximin thush që ta shoh ngop syt si thon duke e pa profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai shumë e respektonte, ai shumë e doshte profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë po të ndroja jetë. Në ato momente pra shpresoj thotë që t'isha prej banorëve të xhenetit. Më pas thotë, ne thotë u ngarkuam me përgjegjësi. E në ato përgjegjësi thotë nuk e dim se si do jemi. U pyet me ja përshkru vdekjen, si është vdekja. Atëherë, ai thotë, vdekja është më e madhe se sa mund ta përshkruaj. Por thotë, me që kërkoni me ja përshkru, më duket thotë sikur është në një mal që e kam për mi fyt. Dhe më duket thotë, sikur goja ime është e mbushur pra me gjemba. Dhe më duket thotë sikur shpirti po del për një gjithbore.
Imagjinoje ti këto janë fjalët e një shoku prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shoku i zgjedhur që dëshmon për besimin e tij profetit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Zotin e gjatësisë që na mundsoj të jetojmë si muslimanë. Lutim Zotin e gjatësisë që na mundsoj të ndjekim hapat e këtyre sahabëve, besimin e tyre, sakrificën e tyre për fenë Allahut të lartësuar. Zoti ju shpërblet me të mira, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.